Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë një lajm më shumë të bukur. Louise Ailey, një nga personazhet më të dashur publik, një nga personazhet me fansa më shumë, ka postuar fotografinë e radhës, në fakt prej në momentin që kur ndodhi ngjarja e policisë, thashë theme të shumta për Luizin, komente të ndryshme për Luizin, akuza, tituj të tmerrshëm, të frikshëm, që në fakt u munduan që ta ulin vlerën e Luizit, ta degradojnë personazhin e Luizit. Louise Ailey përsëri edhe këtë sfidën e qëndroi me shumë fuqi dhe qëndroi pamposhtur si gjithmonë në këmbë. Bota do të më kujtojnë për famën, për emrin që kam patur, ndërsa ti do të më kujtosh për baba. Do me thënë, ky është statusi shumë i ndjerë dhe tepër emocional që Louise Ailey e ka shkruar në fotografin postuar me Luna Marin, një fotografi e shkrepur tashmë nga udhëtimi që Luizi dhe Kiara kanë bërë familjarisht dhe zonja Angelin në Bodrum të Turqisë. Mua më vjen shumë keq, sinqerisht më vjen shumë keq, pikërisht në ditët e bukura, pikërisht në momentet fantastike, ka njerëz të cilët mundohen që të thyejnë zemrën dhe të lëndojnë shpirtin e një personazhi që është një kontribues i jashtëzakonshëm në artin shqiptar. Unë do të kisha thënë që Luna, pasi që është një thënie që takon jetës së ardhshme në kuptimin që do me thënë, Louise Ailey këtë thënien e ka shkruar kur ai nuk do të jetë më në këtë univers, unë uroj që jeta e tij të jetë sa më e gjatë. Unë mendoj që Luna do të krenohet gjithmonë dhe do të ketë gjithmonë privilegj në veten e saj se vajza e kujt ka qenë. Sepse zakonisht dashurinë e madhe që Luizi dhe Kiara dhe përkushtimin janë duke ja dhënë Lunës, më besoni që janë të paktë ato personazh publik, janë të paktë ato VIP-a të cilët japin një mbështetje dhe një dashuri kaq të madhe ndaj fëmijëve të tyre. Luizi duket që është shumë i lumtur, Luizi duket që është shumë i kënaqur, do të thënë pa marrë parasysh luftës së madhe që bëhet për ta mposhtur atë, ai ka pranë njerëzit e tij të dashur, të cilët nuk e lënë në asnjë moment të vetëm, të cilët nuk e lënë në asnjë moment të mërzitur dhe po mundohet në çdo gjë që të jetë në këmbët e veta dhe të qëndrojë i lumtur përgjithmonë. Luizi dhe Kiara vazhdojnë akoma pushimet e tyre, vazhdojnë që të argëtohen në bukuritë që i fal Bodrumi dhe mundohen që të publiku të sjellin mesazhe të bukura, mesazhe të vyera që realisht t'ju ndihmojnë edhe të tjerëve të marrin mendime se çfarë po ndodh me jetën dhe se si ne duhet ta perceptojmë atë.